Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Çfarë po ndodh me Gjestin? Videoja që po qarkullon në rrjet ndez debatet. Në rrjetet sociale ka filluar të qarkullojë një video që ka shkaktuar reagime të shumta nga ndjekësit e Gjestit. Në pamjet që janë bërë virale, këngëtari shfaqet në një nga performancat e tij live, por dukshëm në një gjendje jo të zakonshme. Në video Gjesti shihet duke kënduar me vështirësi, ndërsa në sfond dëgjohet publiku që e mbështet, por edhe disa të tjerë që shprehin abi. Teksti në video thekson, Gjesti nuk ka kondicion të këndoj dhe Gjesti i dehur nuk arrin të performoj, duke nënkuptuar se këngëtari ndoshta ka qenë në ndikimin e alkoolit gjatë performancës. Fansat janë të ndarë, disa e mbrojnë artistin duke e konsideruar si një moment njerëzor dhe të rastësishëm, ndërsa të tjerë shprehen të zhgënjur dhe kërkojnë më shumë profesionalizëm në skenë. Deri më tani, vetë Gjesti nuk ka reaguar për ngjarjen, ndërsa pritet nëse do të jap një deklaratë për të sqaruar situatën.